Ligji për fiskalizimin do të pësojë ndryshime që synojnë të rrisin kontrollin dhe gjurmueshmërinë e transaksioneve. Konkretisht, ndryshimet në projekt ligjin për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit, depozituar për diskutim në komisionet parlamentare, synojnë të saktësojnë nivelin e identifikimit dhe të gjurmueshmërisë së transaksioneve, duke kërkuar që faturat e shitjeve në rastin e eksportimit të mallrave, kur blerësi është individ, përveç se emrit, mbiemrit dhe adresës, të përfshijë dhe numrin personal të identifikimit të blerësit. Qëllimi në këtë rast është saktësimi i identifikimit të blerësve të huaj. Përfshirja e numrit personal të identifikimit në faturë siguron identifikim të qartë dhe unik të individit, shmang pasaktësitë në procesin e raportimit, si dhe lehtëson verifikimin nga autoritetet tatimore e doganore në rastet e kontrolleve apo hetimeve të mëvonshme. Një ndryshim tjetër i rëndësishëm është shtyrja e afatit për shqyrtimin dhe plotësimin e librave të shitjes e blerjes nga dita e 10 në ditën e 11 të muajit pasardhës. Ky ndryshim synon të sigurojë një afat shtesë prej 24 orësh të nevojshme për sistemin për procesimin e faturave nga data e fundit e lejuar për lëshimin e tyre, e cila për raste specifike është data 10 e muajit që pason muajin në të cilin është kryer shërbimi. Me zbatimin e procesit të fiskalizimit është konstatuar se afati aktual prej 3 ditësh për fiskalizimin e faturave në rastet e importeve rezulton shpeshherë i pamjaftueshëm. Pas vendosjes së mallrave në regjimin e qarkullimit të lirë, sistemi elektronik i nevojitet një periudhë kohe për përpunimin dhe shfaqjen e deklaratës përkatëse për ta bërë atë të aksesueshme, çka shpesh pengon tatim paguesin të kryejë fiskalizimin brenda afatit ekzistues. Për këtë arsye, propozohet dhe zgjatja e afatit për fiskalizimin e faturës në rastet e importeve nga deri në 3 ditë pas vendosjes së mallrave të importit në regjimin e qarkullimit të lirë deri në 7 ditë nga data e vendosjes së mallrave në këtë regjim. Ky ndryshim synon të përshtat afatin ligjor për fiskalizimin e faturave të importeve me funksionimin praktik të sistemeve elektronike, duke lehtësuar përmbushjen e detyrimeve tatimore nga tatim paguesit. Këto ndryshime synojnë të përforcojnë transparencën fiskale, të sigurojnë përputhshmërinë e terminologjisë ligjore në fushën tatimore, të lehtësojnë përmbushjen e detyrimeve ligjore nga tatim paguesit dhe të kontribuojnë në krijimin e një mjedisi më të qëndrueshëm për administrimin e të ardhurave.